Është hera e dytë që detyrohet vije në Prizren pasi iku nga Kosova gjatë luftës. Jo nga qefi, por të dëshmoj në gjykatën themelore se kujti a shiti tokën në Ortakoll, e cila që nga viti 2000 u bë mullsheri mes dy familjeve në Prizren, atë Hoti dhe Çollaku. Serbi Zoran Garic, atë parcelë në të cilën e kishte ndërtuar vetëm bodrumin, është i bindur se ja ka shitur vetëm një personi, dhe ai është Adem Drecaj, ndërmjetësues për Angel Çollakun. Kiks Kosova më 8 maj të 2025 kishte prezantuar rrëfimet e secilës palë të përfshirë madje edhe serbet. Por rasti neglizhoi nga organet e drejtësisë dhe përgjatë këtij 9 muajshi pas transmetimit të emisionit u mbajtën seanca gjyqësore, të cilat tashmë kanë përfunduar dhe janë në pritje të një akt gjykimi. Në seancën e parafundit u dëgjua për herë të fundit kryefjala e kësaj historie serbi Zoran Garic. Në një zyrë të vogël të gjykatësit, ai u mor në pyetje nga gjykatësi si dhe nga avukati i Fajm Hotit, i cili është fryzonar të parcelë që nga 1999 deri më sot dhe pretendon se e ka blerë tokën nga ish-drejtori i kadastrit atkohë në Prizren, Kadri Ukimeri. A ju kujtohet kur e keni shitur pronën? Adem. Kur? Adem Drecaj. Pitanje suda, da li se sećate kad ste prodali imovinu Ademu Drecaju? Samo malo. Dhe çfarë çmimi? Koja je bila cena? Dhe keni lidhur një kontrakt apo marrëveshje? I da li ste zaključili neki ugovor ili sporazum? Znači, kada, cena i da li ste... Ne znam, mislim da je 2003. godine bilo, ne sjećam se tačno, ne znam da li. Možda ima u papirima. Nuk më kujtohet sakt, mendoj se ka qenë viti 2003. Samo smo overili to u sudu i uzeo sam pare na ruke. Vetëm e kemi vërtetuar këtë në gjykon, që është shpëtat, dhe pare të vollat i ka marrë në dorë. Gjykatësi Leutrim Krasniqi e pyeti se a kishin bërë kontratë për shitje. Kanë bërë kontratë? Znači, imali ste ugovor, zaključili ste ugovor? U sudu o primopredaji novca i ugovor o prodaji. Jeste zaključili ugovor o kupoprodaji? Ne postoji ugovor, ne u tom smislu, nego ja ne znam sada kako to izgleda ugovor o kupoprodaji. Znači, dali smo pare i overili smo u sudu. A šta ste overili u sudu? Primopredaju novca? Da, i... A ugovor niste imali, je li tako? Da. Kontrakt nuk kemi lidhur? Të vesh pak që që shpëtat. Kontrakt nuk kemi lidhur, që apim vazhdim. Kontrakt nuk kemi lidhur. Mirë po, pranim dorëzimin e të vollave e kemi vërtetuar në gjykat. Është identik që shpëjtë. Gjykatësi pati edhe një pyetje për fund për serben. A keni njohuri? Pse deri sot prona figurën e emrit tuaj jo të vlerësit Adem Drecaj? Da li znate zašto do dan danas imovina se vodi na vaše ime, a ne na ime Adema Drecaja? Pa zato što nije završen sudski proces 20 godina. Pasi që nuk ka përfunduar procedura gjyqësore në 20 vite. Serbi u ballafaqua me pyetje të avokatit të paditurit Fajm Hotit. Për disa herë, ai u pyet se kujt ja ka shitur ngastrën si dhe anjet e Kadri Ukimerin, nga i cili e kishte blerë tokën Fajm Hoti, përmes një dokumenti që mbante në nënshkrimin e Zoranit. Pitanje je bilo, osim Ademu, ovu imovinu da li ste prodali i Angelu Çollaku? Ne, nisam prodao samo. Jo, nuk e kam shumë. Pa se razumeli. Eto, dobro. Istina je da sam radio u Zavodu za zaštitu spomenika kulture. Është e vërtetë se ka punuar në endin për mbrojtjen e monumenteve historike. Istina je da se katastar nalazio u spratu iznad. Dhe është e vërtetë se katastri ka qenë një kat më lart. I lično nisam poznao dotičnog gospodina.
personalisht. Nismo sarađivali Nuk e što kam se tiče njohur zotrin, službeno između katastra i zavoda. por ne kemi bashkëpunuar zyrtarisht enti me katastrin. Zoran e lëshoi seancën pasi u mor në pyetje nga trupi gjykues dhe mbrojtjet e dy palëve. Pas ti filloi marrja në pyetje edhe ndaj Fajm Hotit, shfrytëzuesin e ngastrës i cili është paditur nga Zoran Kariç për uzurpim të pronës dhe lënda e kontekstit është lirim prone dhe vërtetim pronësie.